dezinformim, qëtë që dezinformim. Nuk është votuar se s'kanë pranuar të votohet. Se kanë shtuar kërkesa, kanë shtuar kërkesa, dhe është ndruar raporti fare sa për gjeni të shqiptarve. Ta dinë shqiptar, raporti që kanë dorëzuar një barë presidenca është ndryshuar krejtësisht. Pikërisht fal ndërhyrjes së vendeve tjera. Po këto s'do t'i themi ne, s'ka nevojë t'i themi ne. Këto do t'i thotë qeveria, që e ka aty përfaqësuesin. Po qeveria ndjek kritere të mafjes. Denon edhe korupcionin në rritje dhe rënjën e Shqipërisë me disa vende, 11 vende, brenda një viti në raport dhe Transparency International. Kërkon forcimin e transparentës. Tani, të dashur miq, të dashur qytetar, kemi denoncuar në 10 herë si deputet qëndrimin asgjësimin e ligjit konfliktit interesit. Ligji i konfliktit interesit, të dashur qytetar dhe qytetar, është ligji themelor që u mbron ju nga vjedhja e pushtetarve, nga përdorimi i pushtetarve të pushtetit për të vjedh ju, për të nda pasurit me familjarët e tyre. 3 herë i referohet raporti ligjit konfliktit interesit, i cili është shuar Edi Rama me 2 vendime i jep hajdutit Olsi Rama. Olsi Rama 38.000 metër katror tokë privatit. 38.000 në shkeljet ligjeve, sepse ka qenë repartu ushtarak dhe ligji detyron, në qoftë se ja ndron destinacionit, automatikisht i kalon pronarit. Jo ja kalon vllaut, jo pronarit. Vllaçkoja, që është një mafios i dytë pas vllajt. Edi Rama, në 2017 bën vendimin e Kunatit lindës. Vendimin Fangu. Çfarë është vendimi Fangu? Frangu. Vendimi është ky. Në qoftë se gjen 2017, të gjitha agjensitë, drejtoritë, ministritë, kudo, problemet që kishin me mirëmbajtjen apo me pajisjet apo me shtrirjen e rrjetit të kompjuterik, zhvillimit më tesh më high-techut, ato kishin vepronin në autoritetin e tyre. Dhe më rikujtohet që sot kishte kompani që absolutisht kontraktorin IBM-in, kishte kompani që kontraktorin kompani tjera të mëdha, kishte kompani institucione, nuk kishte asnjë centralizim. Në 2017 me nxitjen direkte të lindës së Suvelit, Edi Rama lëshon firmos vendimin që të gjitha prokurimet në fushën e IT-s do të bëhen nga Akshi, sepse kështu donte Armand Fangu. Dhe Akshi bëhet një prokurues gjigant i qindra milion euro me procedura të fshehta, ku çdo pegmarrje është bërë që Armand Frangu të jetë fituesi i të gjitha tendrave. Ky person, se jemi te konflikti i interesit, që s'duhet mirë të pjesë në tendra, ky person ka fituar qindra tendra me procedurë sekrete. Ky person ka fituar qindra tendra me procedurë me prokurë direkte. Dhe cila është problemi më madhor, ja janë këtu. Disa, jo
të cilve zyrtar shumë të përgjegjshëm, shumë të informuar, të huaj, ju kanë thënë se kjo që ju dini për akshin është vetëm 10% e çështjes. Është vetëm 10% e çështjes. Dhe keni pa ju të bëjnë një emision për akshin? Kanë bërë, po se përmendin lindën e Surrerit në mënyrë absolute, njëherë të vetme. Po që e kemi denoncuar me 10 dhe 100 herë me të drejta, më thonë, apo jo, dhe kur me tendencë, e kemi bërë, dhe nëse e kemi bërë që të ndihmojmë dhe mediat, se shumë raste është mirë, edhe është detyra jona, që edhe për t'i lehtësuar mediat në qëndrimet e tyre direkte, t'i themi ne përpara, pastaj ja u hapim rrugën gazetarëve. Po të përmendin lindën, asnjë, nuk gjeni një. Të gjithë e din. Të gjithë e din Armand Frank. Të gjithë e din dosjen që kam lexuar para publikut, regjistrimin e Geron Meçës, ku thot se kompania ABS është e Armandit, jo e imja, dhe po është regjistruar formalisht tek unë. Ku thot se linda e Surrerit përcakton tendra. Pra, jo me kot, komisioni ka qëndruar fuqishëm tek respektimi i ligjit konfliktit interesit. Tani, jemi këtu. Është e domosdoshme që ne qëndrimin ndaj këtij ligji në çdo sektor ku jemi, ta kemi një përparësi absolute. Në çdo sektor. Po, këta ndajnë pa Lubia, çfarë thonë, Abazin, me Dhëndrin. E tjerë me radhë. Gjafa me vajzën. A ka ky shtet, a ka ky vend a ka këta qytetar një mbrojtje nga pushtetar? Vajza e Gjafës na merr park fotovoltaik. Po ky është vetëm një. Që janë të gjitha. Këta ndajnë pasurinë njëri me tjetrin. Ndaj dhe ne duhet të bëjmë një... Pse e bëjmë? Se e bën Rama. Se e bën Rama vetë. Ky është ligji. Ligji i korrupsionit dhe faktori më kryesor i përhapjes korrupsionit është shkelmimi i ligjit konfliktit interesit. Ai ligj mbron qytetar. Po Rama, po thjeshtra, arrin gjëra aty, se jemi këtu, thjeshtrën, njëri thot vajza e familjes, dhe flet për te, dhe në ligj është absolutisht vajza e familjes, sepse ligji thot, fëmijët ose fëmijët e partnerëve, e ka shumë të qartë ligji. Thjeshtra, vitet tëra asnjë deklarat në LDKP.